që mos ta tepruar shumë, bashkëshorti im, përveç se është një bashkëshort shumë i mirë, një baba shumë i mirë, edhe një anvis shumë i mirë. Jo ndihmon, po jam e sigurt që ka shumë gra, me keqardhje them këtë, që i bën punët më mirë dhe se një grua. Qoftë në gatim, qoftë në pastrim, etj, sidomos në hekurosje. Në hekuros mirë? Pash zotin. Super peglat, domethënë. Çfarë ushqime din me gatu? Ku i astret, ku i hekur? I din gjitha. Gjithat? Domethënë ushqime tradicionale shqiptare. Po, gjitha. Me pasul, me Po të gjitha. Pite, Jo, pite nevoj unë. Ty s'po të bika me bo kur gjon vesh? Jo. Në e punë të vogël që taktu? Jo, absolut jo, sepse si thonë, shtëpia pa gru është Tashi, kjo a i bën prej dëshirës, apo i bën se ja ke imponu? Jo, absolut. A i ka mësu këto gatime mas ja martu, apo i ka ditë dhe para se martu? Dua ta shpjegoj këtë. A i është rrit nga dy prindër të mrekullueshëm, dy prindër merakli në familjen e tyre, punëtor, edhe a i ka marrë, sa e shpesher unë e dëgjoj, sa i nënë nuk e ka të ndjerë shumë vite ka, dhe unë e dëgjoj me vëmendje sepse shpjegon shpesher, thotë, nëna ime bënte kështu, mami ime bënte kështu, domethënë, edhe shkon në gjurmët e saj, si që ajo ja ka trashëguar, ja ka mësuar. Domethënë, edhe ka nostalgjia i për prindrit e tij. Kristina, e ke shpall ditë feste, ditën e takimit në Shazllon atje në hotel në Saranda, apo se ke shpall se kjo? Shumë mirë që e thot këtë pjesë, sepse te na ala është kjo pjesa që nëse burri të ndihmon, merr atë rolin si një grua, por nuk është e vërtet. A shumë, se shumë ta gjykojmë më thënë basi grua. Edhe unë bashkohem me Astridin këtë rast. Edhe unë peglati, gjiganta ti çuja di dorë, a di sa mirë hekurosi. Unë e hekurosi, nëse s'u besoni, edhe fli kom qite, keni YouTube të qitë fli une. Edhe bëj buk, edhe u rri gati fëmive, edhe gjitha këtë gjanë. Për dhe më thonë, një burri mirë, nuk du të shikoj asiherë atë të kaluarën që burri s'prek punë me dorë. Sot është diçka tjetër, burrat e bëjnë një punë të pakten të kujdesin ndaj fëmijëve, se për gatime, për gjona, realisht u si bëjmë, thonë drejten, edhe atë peglatjen e di, po nuk është që e përdori shpesh, o Kristina, me thonë drejten. Mirë po, të kujdesin ndaj fëmijëve, duhet me ndjesi shkon kjo punë, nuk shkon kjo punë me zorë, me sforca. Jo, kjo me ndjesi. Unë kam dëshirë që fëmin tim me rrit, me durët e mija dhe vetë, një loj si nana vetë. Me ushqy, me la, me shpërla, me ndru, me pastru, me vesh, me math, me flet me të. Pra ato unë e kam si dëshirë, si prind. Sepse ndjenjat janë të njëjta për fëmin, apo jo? E kështu që janë disa që jo se prekim. A e di më Kristin, dikur s'na kanë puth prindrit, dhe si kena bo 4-5 vjetë prej turpit. Po nga turpi. A është të vërtet, në zonat tona, biles kur ka lind vajzë, se kanë prejk me dorë heq, Elena? Në ato zonat dhe thella tona si kanë prejk heq me dorë në malësi. As si kanë veç i kanë nem, për mos me lind ma vajza. Dhe më thonë, ka qenë një diskriminim ndaj gjinisë femërore, ndaj edhe kjo emancipimi i pashvilluar i familjes, dhe më thonë, ka qenë diçka ekstrem i madh që nuk ishtë dasht me qenë. A besoni që ka ndryshu shumë? Ka ndryshu, ja, ka ndryshu komplet, jo shumë. Ja, shumë ka ndryshu edhe shqyqyrë zotit, tash më në fund jemi bo njerëz, vlla. Burri është burr, gruaja është gru, burri ndihmon gruas, gruaja ndihmon burrit, fëmijët e dojnë të dy. Pa e shikon Astriti i shembull, Astriti i gruas thot del thot vlla kno, mos e le pasionin, unë shikoj vajzën, bën gatimet, bën punë të shtëpisë. Pra, kështu funksionoi familje. Ku janë edhe në të kundërtën kjo i thot Astritit del sondan ta lava vlla, unë rri e këshyri vajzën. Pra domethënë është një kombinim shumë i mirë që Ku besoni që janë ma konservativ? A këtu në diaspor, në Shqiptari? Jo më në diaspor gjigant kollitën gratë. Kollitën gratë, shiko, na kena marrë duar me gatu, me shpëla, me la. Atje, po është e prej vetës e kanë. Atje kollitën burat, por realisht me sa po shofun, burat një pjesë të madhe që po i shofun, po i marrin fëmijët, nonat i lanë, ndoshta me shoqëri ose me punë të veta, apo me familjen, po i shoh shumë burra që i marrin fëmijët e dalin në kafe me ta. I shëtisin te lodrat. Pra, shumë burra i shoh, do të thonë, jemi në hapa të duhur të familjes shëndosh. Kështu besoj që le të shpresojmë që të vazhdojë të vazhdojë kështu.